Nuk e pas kemi ditur, duke ngrënë fasule do kuroni dy nga problemet më të përhapura tek shqiptarët. Fasulja është ndër ushqimet më të dobishme, është një burim i proteinës si dhe është një ushqim që i takon kuzhinës tradicionale. Fasulja është një bimë njëvjeçare nga familja e bishtajoreve, e cila posedon shumë përbërës ushqyes, ndaj edhe duhet të jetë pjesë përbërëse e ushqimeve tona. Nutricionistët theksojnë se fasulja është një ushqim kalorik dhe se në 100 gram fasule do të gjenden nga 280 deri në 310 kalori. Proteinat e gjetura te fasulet mund të ndihmojnë në parandalimin e humbjes së kujtesës. Një studim i Universitetit Kyushu në Japoni ka treguar se kur proteinat e fasuleve zbërthehen, ajo bëhet edhe dipeptidi i molekulave të trurit dhe kështu mund të ndikojë te kujtesa juaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në studimet e botuar në revistën shkencore Science of Food, një grup minj u injektuan me molekula që stimulonin sëmundjen e Alzheimerit, ndërsa disa prej tyre ishin ushqyer edhe me proteina të fasules. Si rezultat që morën proteinat e fasuleve nuk u preken nga problemet e Alzheimerit siç ishin prekur ato që nuk morin proteina të tilla. Toshiro Matsui, profesor i Fakultetit të Bujqësisë dhe autori i studimit, tha se studimet të tilla ndihmojnë në zhvillimin e ushqimeve funksionale që mund të ndihmojnë në parandalimin e shumë problemeve, duke filluar këtu edhe ato të trurit. Fasulja është një burim i mirë i materieve ushqyese biologjike, prandaj mesatarisht 100 gram fasule do të ofrojë 52 gram karbohidrate, 26 gram protein, 2 gram yndyrë, 4 gram fiber, aminoacide esenciale, fosfor, kalcium, kalium, magnez dhe hekur. Fasulet përmbajnë shumë proteina, më shumë se sa të gjitha bimët e tjera. Vetëm një filxhan fasule ofron 1/4 e proteinës për të cilën keni nevojë çdo ditë. Fasulet përmbajnë vitaminat të shëndetshme për zemrën, edhe gjithashtu janë vitaminat B dhe hekuri dhe kalciumi. Gjithashtu, ato konsiderohen si një nga pastruesit natyral sepse kalojnë në përzor dhe kanë aftësinë të eliminojnë kolesterolin. Fasulja është një nga ushqimet më të mira për të ushtuar në dietën tuaj. Kjo fal ndikimeve të tyre ushqyese në betejën kundër komplikacioneve. Ushqimi me një dietë të lartë të fasule mund të jetë një gjendje që ndihmon në uljen e gjasave për komplikacionet. Fasulet kanë një përqindje të lartë të numrit të elementeve që janë të njohur në luftën kundër radikaleve të lira, duke përfshirë këtu fitosterolet dhe izoflavonet. Sipas ekspertëve, fasulet janë në një ndihmë shumë e mirë organizmit tuaj edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Vetëm një shërbes e vogël me fasule kryen një punë të madhe për sa u përket fibrave. Fibrat janë element të nevojshëm edhe të rëndësishëm në humbjen e peshës, pasi që zgjasin procesin e tretjes. Kjo ndihmon për ta bërë këtë që të ndihet presioni më i ulët për një periudhë më të gjatë kohore. Fibrat e fasuleve shkaktojnë që sheqeri në gjak të rritet më ngadalë duke ndihmuar që të largoni brejtjen nga uria për një periudhë më të gjatë kohore, duke ngrënë dhe duke siguruar më shumë energji ushqyese vazhdimisht në dietën tuaj. Fasulet do ju ndihmojnë gjithashtu edhe në menaxhimin e luhatjeve të sheqerit në trup. Fasulja është përshkruar si një ushqim i preferuar i diabetikëve. Për shkak të kombinimit të tyre unik të proteinave dhe karbohidrateve komplekse, fasulja liron glukozën më ngadalë duke bërë më të lehtë trupin e një diabetiku, që të rregullojë këtë fluks. Për këtë arsye, një dietë e lartë me fasule mund të ndihmojë në menaxhimin e sheqerit, sidomos kur krahasohet me nxitjen e papritur të sheqerit që është përjetuar pasi hahet një vak me karbohidrate të thjeshta. Fasulet janë një produkt shumë i mirë edhe për dietën tuaj kundër luhatjeve të kolesterolit. Përveç se të qenë një burim shumë i madh i proteinave të njohura, ato përmbajnë edhe nivele shumë të larta të fibrave dietike, të cilat sigurojnë një shëndet më të mirë të zorrëve tuaja. Një dietë e lartë me fasule mund të ndihmojë në lehtësimin e këtyre komplikacioneve dhe të sigurojë për trupin tuaj përfitimet e duhura në çdo aspekt. Këshillohet të konsumoni fasule në mënyrë të rregullt dhe vlerat e tyre mund të jenë vërtet të larta për shëndetin tuaj kundër problemeve dhe luhatjeve të kolesterolit. Ullumtimet kanë zbuluar se gjysma e fasules ofron rreth 10 gram fiber. Pra, gjysmë gote me fasule do të ofrojë 10 gram fiber.
Kjo është e njëjta shumë që ka treguar për uljen e niveleve të kolesterolit të lartë dhe rreth 10%. Përveç kësaj, fasulet janë të larta me fitosterole dhe saponine, të cilat janë të njohura edhe për uljen e tyre të niveleve të kolesterolit, citon Step to Health. Por cilat janë në përfitimet e konsumit të fasules në mënyrë të rregullt në dietën tuaj? Edhe pse prej një kohësh flitet se konsumi i fasuleve i bën mirë shëndetit, sot kësaj perime i kushtohet edhe më shumë vëmendje për shkak të informacioneve të reja që sjellin ekspertët dhe shkencëtarët. Fasulet kanë vlera të jashtëzakonshme energjike dhe përmbajnë pothuajse të gjitha aminoacidet e duhura në dobi të shëndetit tuaj dhe jo vetëm. Por pse janë të mira fasulet për shëndetin? Shkencëtarët zbulojnë se një dietë e pasur me fasule mund të zvogëlojë riskun e sëmundjeve në zemër dhe disa llojeve të radikaleve të lira. Udhëzimet e Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vitin 2005 për ushqime të shëndetshme rekomandojnë një dozë ditore prej 3 filxhan fasule në javë. Fasulet kanë vlera të jashtëzakonshme energjike dhe përmbajnë pothuajse të gjitha aminoacidet thelbësore. Përveç kësaj, ato përmbajnë lektin, kalium, kalcium dhe hekur, fosfor, gjithashtu dhe magnez, shumë të rëndësishme për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ato janë në një burim i shkëlqyer i proteinave dhe ndryshe nga burimet e tjera, fasulet janë të ulta në yndyrna dhe nuk përmbajnë kolesterol të ngopur. Një nga vitaminat është edhe një burim i shkëlqyer i acidit folik, vitamina B6, vitamina K, vitamina B2, B3, riboflavin. Gjithashtu, asortimenti i fitokimikateve që gjenden te fasulet mbron nga qelizat e radikaleve të lira dhe ngandalëson rritjen e tyre. Studiuesit e Shkollës së Shëndetit Publik të Harvardit raportuan se gratë që hanin fasule të paktën 2 herë në javë kishin 24% më pak gjasa të zhvillonin probleme të gjirit, probleme të zemrës, diabetin e tipi 2, presion të lartë të gjakut dhe probleme të zorrës së trashë. Por çfarë i bën fasulet kaq të shëndetshme për të konsumuar? Fasulet janë në një burim i mirë i proteinës dhe ndryshe nga burimet e tjera, janë të ulta në yndyrë dhe nuk përmbajnë yndyra të ngopura dhe kolesterol. Një filxhan me fasule siguron 20% të nevojës ditore për fibra. Ulëntimet kanë treguar se njerëzit që hanë fasule marrin më shumë nga këto lëndë ushqyese kryesore sesa njerëzit që nuk konsumojnë fasule. Por cilat janë llojet e fasuleve më të shëndetshme? Shkencëtarët nga universitetet shtetërore në shtetin amerikan të Colorados testuan 6 lloje të zakonshme të fasuleve që mund të gjenden në treg dhe matën sasinë e antioksidantëve të secilës prej tyre. Testimet treguan se fasulet e kuqe, shumëngjyrëshe dhe blu të errët kishin deri në 10 herë më shumë antioksidant dhe substanca të tjera medicinale sesa fasulet e bardha dhe ato të verdha. Fasulet janë një produkt fantastik, por të konsumuar në dietën tuaj ashtu si duhet, dhe ndikimet e tyre në shëndet do të jenë gjithashtu edhe më të larta. Është e rëndësishme të mos konsumohen me shtojca të ndryshme të larta të yndyrnave siç është mishi me djam ose edhe gjalpi me yndyrë të lartë. Kështu, ndikimi i tyre në organizëm do të jetë më i lartë dhe gjithashtu do të ofrojë edhe shumë përfitime. Fasulja është një nga burimet më të mira të proteinës me bazë bimore. Kjo i bën ato një ushqyes të vlefshëm për vegetarianët dhe veganët, si dhe një opcion të qëndrueshëm për marrjen e proteinave. Fasulet përmbajnë fibra të tretshme dhe të patretshme që ndihmojnë me tretjen, rregullojnë sheqerin dhe ulin nivelin e kolesterolit. Fibrat e larta gjithashtu ndihmojnë në ndjesinë e ngopjes duke ndihmuar në menaxhimin e peshës. Fasulet janë një burim i mirë i folatit, magnezit, kaliumit dhe hekurit. Folati është thelbësor për shëndetin e qelizave veçanërisht gjashtaxanisë, ndërsa magnezi dhe kaliumi ndihmojnë në mbrojtjen e zemrës. Disa fasule, sidomos ato me ngjyrë të errët si fasulet e zeza dhe ato të kuqe, janë të pasur me antioksidant që mbrojnë qelizat nga dëmtimet dhe ulur riskun e sëmundjeve kronike. Fasulet çlirojnë sheqerin e lartë dhe ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të qëndrueshme të energjisë. Kjo është veçanërisht e dobishme për diabetikët. Fasulet kanë një ndikim të ulët mjedisor krahasuar me burimet e proteinave me bazë shtatzore. Ato përmirësojnë tokën përmes fiksimit të azotit, duke sjellë përfitime të mira edhe në kulturat e tjera. Sigurohuni të konsumoni fasulet si duhet dhe brenda normës lejuar në mënyrë që të merrni këto përfitime, citon Health to Site. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.